sot kam të ftuar një mjeke, një shqiptare dhe një histori që frymëzon. Ajo ka bërë rrugën e saj në një ndër specialitetet më konkurruese të mjekësisë amerikane në zemër të kryeqytetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por përpara titujve, diplomave, ajo është, paktën siç e njohun, një vajzë pozitive dhe shumë dashamirëse ndaj komunitetit shqiptar. Vajzit e mund, se në fakt ajo është bashkëshorte e mrekullueshme dhe nën e 2 djemve. Jeton vetëm pak metra dhe minuta nga shtëpia ime këtu në Washington DC, por siç i ka hije Amerikës dhe angazhimeve që ta marrin frymën, ne takohemi rrallë e gjithmonë plot mall. Sot dua t'ua prezantoj edhe ju Dr. Lorena Dollanin, dermatologe certifikuar nga Bordi Amerikan i Dermatologjisë, mjeke e specializuar pranë MedStar Washington Hospital Center dhe MedStar Georgetown University Hospital, dy nga institucionet më prestigjioze në Amerikë. Lorena ka arritur deri te ky sukses i sotëm që unë po përshkruaj me sakrificë, me pasion të thellë për dermatologjinë, që kujdeset për atë që unë e konsideroj organin më të rëndësishëm të trupit tonë, lëkurën. Lorena, mirë se erdhe. Faleminderit shumë Ilva, faleminderit për ftesën dhe suksese për podcastin. Faleminderit shumë. Kam kënaqësi që të prezantoj me audiencën dhe ndjekësit e këtij podcasti që ka në synim kryesor t'i drejtohet audiencës shqiptaro-amerikane, diasporës sonë këtu. Kështu që ti je një rast perfekt për të na treguar pak më shumë si arrite deri këtu, shkollimi yt në Amerikë. Unë tani po kuptoj më shumë, është sa i vështirë, i gjatë, i shtrenjtë, kërkon një sistem shumë të fortë si psikologjik edhe financiar për ta mbështetur gjithë mbërritjen tek certifikimin në fund. Ti vetë si a dole? Po, absolutisht. Shkollimi për të arritur te kjo pika që jam sot ishte shumë i gjatë, shumë sfidues dhe shumë i shtrenjtë. Unë kam ardhur nga Shqipëria kur kam qenë 11 vjeçe, nga fundi i klasës së 7, kam bërë klasën e 8 këtu dhe pastaj shkollën e mesme dhe gjithë pjesën e shkollimit e kam bërë këtu në Amerikë, specifikisht në Massachusetts. Kam ardhur dhe kam filluar shkollën në University of Massachusetts Amherst, pasi mbarova kolegjin, gjithashtu vazhdova në University of Massachusetts Amherst por kësaj radhe të Medical School që është në Worcester, dhe pasi mbarova shkollën e mjekësisë, I was able to match për residency në Georgetown Hospital në DC, ku jetoj momentalisht. Dhe i gjithë ky proces nga ana financiare normalisht është jashtëzakonisht shumë e vështirë, sidomos kur vjen nga një familje imigrantësh, si çdo imigrant tjetër, me të ardhura shumë të limituara, ku prindërit e mi lanë punë të mira në Shqipëri, por kur erdhën këtu normalisht që nuk paguheshin shumë, po kanë bërë sakrifica të mëdha, domethënë që unë të jam këtu ku jam sot, kur fillova specifikisht shkollën, kolegjin, isha me fat, jo vetëm me fat, po ishte dhe një vendim shumë i vetëdijshëm nga ana ime që të zgjidhja një shkollë që nuk ishte aq e shtrenjtë sa të tjerat. Mbaj mend që në kohën që po aplikoja, unë kisha aplikuar në disa shkolla, në shkolla private, që kishin emër akoma më të njohur, në Massachusetts ka shkolla ekselente, gjithashtu dhe University of Massachusetts, që është një state school, dhe në kolegju në arritet që të kisha një bursë të plot, dhe kjo ishte midis ndihmës financiare, nga që familja s'kishte të ardhura, plus edhe bursa që i thon merit scholarships. Edhe midis të atyre të dyjave unë arrita që mos të paguaja gjë për kolegjin, që është huge, që mos ta ndjeja shumë atë peshën pastaj kur të mbaroja kolegjin, plus që duhet kisha Jo, pyetja është kjo, se më kuriozove pak, dermatologjinë ti e zgjodhe sepse kishe pasion, doje e pëlqeje më shumë si deg, apo ishte një nga versionet më të arritshme të mundshme për ty? Shumë pyetje mirë. Dermatologjia ka qenë diçka që ka zhvilluar shumë naturally, kur kam filluar, e dija që do bëhesha mjeke, por nuk e dija çfarë lloj mjeke do bëhesha. Se gjatë kur bëra kolegjin, mbarova për mikrobiologji, edhe mikrobiologjia pak a shumë të fut në atë drejtim, je pre-med, por
dermatologjin jam ekspozuar kur kam bërë rotations, specifically kur po bëja away rotations në Mass General Hospital në Boston. Kam ndjekur një dermatologe atje dhe më pëlqeu jashtëzakonisht shumë puna që bënte, shpërblime që kishte ajo nga ana shpirtërore, profesionale, diversiteti që ka dita e një dermatologe, gjitha gjëra që mua më pëlqenin, kështu që ka qenë shumë natyrale me kalimin e kohës. Kam dhe një pyetje dhe pastaj do hym direkt në temë se dua të merremi pak me lëkurën. Ti the që mbarove college, që në sistemin e Shqipërisë do ishte universiteti, pra 4 vjet college. Po. Pastaj bëm dhe 4 vjet të tjera shkollë mjekësie dhe pastaj bëm dhe 2 vjet të tjera residence dhe të gjitha këto janë pa pagesë. Një vetëm na shpjegoj si funksionon. Po, atëherë bën 4 vjet kolegjin, pasi bën kolegjin do aplikosh për mjekësi. Dhe pasi aplikon e mbaron mjekësin, pastaj do bësh trajnimin që thon në Shqipëri ose specializimin, dhe unë bëra internal medicine dhe dermatology. It's a combined med derm program quhet, që është 5 vjet, do më thënë është 5 vjet pasi mbaron mjekësin, kështu që 12 vjet më shumë, do më thënë. Prit, një sekond. 5 vjet të papaguara që punon si ndihmës mjeke? 4 vjet, 4 vjet kolegji dhe 4 vjet të mjekësisë janë të paguara, do të thënë do paguash ti. Ndërsa 5 vjet është rezidenca praktika. Këtu fillon dhe paguash, por pagesa është shumë minimale. Është sa për të përballuar ato expenses ditore, gjëra që të duan, domethënë nuk është ndonjë pagesë kush e di, është sa për të mbijetuar, që bëhet e vështirë nëse jeton në një qytet që është shumë i shtrenjtë, sidomos siç është Washington DC. Dhe gjatë kësaj kohe ushtrohesh si mjeke apo çfarë pozicioni ke, çfarë angazhimi ke, dhe me sa më kujtoj nga bisedat tona është orar pa orar kjo rezidenca. Edhe këtu hyn ajo pjesa që sa e vështirë është rruga, sidomos nga ana personale ose emocionale, sepse orët janë të zgjatura. Ti do punosh 80 orë në javë, mund të kesh një ditë pushim në 2 javë, dhe kjo është bërë paralelisht që unë kisha dhe djalin shumë të vogël, edhe paguash shumë pak gjatë kohës, kështu që nuk do ja dilja dot absolutisht nëse nuk do kisha mbështetjen e partnerit burrit tim, që t'i bëja gjithë. Përshëndesim Gjergjin se ka duruar shumë, e vërtet është. Dhe të ka ndihmuar shumë. Kështu që janë gjëra që nuk do t'i kisha bërë dot, po mos ta kisha ndihmën. Dhe oraret janë të zgjatura, për shembull do jesh në call ose në shërbim, si i thon në Shqip, që je 24 orë për shembull larg shtëpisë. Je në pritje të telefonate praktikisht. Po, kur dejurn i themi ne. Ishte specific kur kisha rotation që isha në ICUs. Atëherë gjatë asaj kohe unë mund të dilja nga shtëpia shumë herët, nuk e shihja djalin kur zgjoheshe, edhe kur vija pastaj ditën tjetër ishte prap orari që ai ishte në gjumë se ishte shumë i vogël, kështu që unë mund të shkoja gati 2 ditë ndonjëherë që nuk e shikoja, edhe kujdesej vetëm burri gjatë asaj kohës. Është një sakrificë shumë e madhe dhe shumë e dhimbshme kur e mendoj që ka qenë tani që kam djalin akoma më të vogël, po kam më shumë kohë që mund të shpenzoj me të, e kuptoj që kam humbuar një pjesë shumë të rëndësishme. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.